Atë ndodh me të bo dikush me dyshu në veti vazhdimisht, edhe ti me fillu me mendu, hey, a kom thonë më rone që të cenda jo. Fjala gaslighting është një formë që tregon manipulim emocional dhe psikologjik. Kur një person tenton ta bëjë tjetrin të dyshojë në perceptimin e tij, në kujtesën e tij, edhe në arsyetimin e tij. Qëllimi kryesor është që viktima ta humbë besimin në vete dhe të bëhet më e varur nga personi që e manipulon. Shembuj të gaslighting janë mohimi i ngjarjeve. Unë se kom thonë kur këtë cent, a në fakt ti e din shumë mirë që vetë ka thonë. Të bën mundje i apo e çmendur. Edhe të thotë je shumë e ndjeshme ose je tu imagjinu. Shembull tjetër i gaslighting është se ndryshon realitetin. Ngjarjen që ka ndodhur e tregon ndryshe, edhe të bën me dyshu në kujtesën tënde. Në cilat raporte ndodh zakonisht gaslighting? Ndodh në raporte toksike, mes partnerëve, familjarëve apo miqve. Gjithashtu ndodh në ambientin e punës, kur dikush i mohon fajet apo përgjegjësitë edhe tenton me i hudhë te tjetri. Gaslighting është e rrezikshme. Pse? Sepse mundet me dërgu njeriu në mungesë vetbesimi, në ankth, konfuzion edhe në varësi emocionale nga abuzuesi.